Ata akuzoheshin për keqpërdorim të detyre zyrtare në tender të rrugëve të kësaj komune. Ata i shkaktuan dëm buxhetit të komunës mbi 20.000 euro. Ky proces, që zgjati rreth 4 vite, pati një epilog të zakonshëm. Të gjithë të pafajshëm, po e nisim këtë emision i cili dekonspiron shumë prapaskenat se si gjykohen rastet e korrupsionit në Kosovë. Tashmë, situatat kur zyrtarët e arrestuar për korrupsion shpallën të pafajshëm janë përditshmëri, ndërsa shkaktarët pse rastet dështojnë fshihen prapa detajeve shumë të vogla, e shpeshherë edhe të dyshimta. Në tetor të vitit 2021, Prokuroria Themelore e Gjilanit, pas një pune të gjatë, ngriti akt akuzë për 5 zyrtarë të komunës së Vitisë. Ata akuzoheshin për keqpërdorim të detyre zyrtare në tender të rrugëve të kësaj komune. Në tenderet e asfaltit, prokuroria dhe policia kishin ngritur pretendime se kishte keqpërdorime në sasi në metra të shtruara me asfalt e deri tek procedurat e pagesave. Për 5 të akuzuarit, prokuroria pretendon se ata i shkaktuan dëm buxhetit të komunës mbi 20.000 euro në tenderet e asfaltit. Po si zhvillohet procedura për zyrtarët që akuzohen për keqpërdorime të dalin pa u lagur nga gjykata. Për neve, qytetarëve laik në fushën e drejtësisë, procedura se si ngritet një akt akuzë është shpesh herë vështirë e kuptueshme. Por, në rastin e Vitisë, prokuroria e bazoi akt akuzën edhe në provat që kishte nxjerrë eksperti i prokurorisë, Fahri Shaqiri. Në një raport me 16 faqe, eksperti Shaqiri kishte konstatuar parregullësitë në tenderet e asfaltit në Viti. Mbi këtë ekspertizë, edhe disa prova të tjera, prokurori Isuf Sadiku vendos të akuzoj për keqpërdorim të detyres apo për korrupsion shefin e prokurimit në komunën e Vitisë, Fadel Abazi dhe 4 zyrtarë komunal, Florim Ramaj, Rafez Shabiu, Shaib Korani dhe Selim Sejdiu. Shumë djerse e orë pune të zyrtarëve të ndjekjes u harxhuan për të hartuar akt akuzën. Fillimisht, 2 zyrtarët u arrestuan e gjatë kësaj kohe, policët e specializuar harxhuan javë të tëra në intervistim të dëshmitarëve e prokuroria ngjajshëm në administrimin e provave. Bashkë me këto, prokuroria shpenzoi edhe në ekspertin i cili do të mbështeste akt akuzën. Proceduralisht, lënda prokurorisë cilësoi se ishte lëndë fort me prova dhe ekspertizë e cila do të mbështeste kërkesën e prokurorisë që 5 zyrtarë të dërgoheshin në burg për korrupsion. Çështja ishte serioze. 2 zyrtarët Fadel Abazi dhe Florim Ramaj kishin qëndruar në paraburgim për 51 ditë dhe në arrest shtëpiak për 21 ditë. Në hetime, dosja ishte vlerësuar e fortë dhe prokurori me akt akuzën 27 tetorit 2021 i kërkoi gjykatës që 5 zyrtarët të dënoheshin sipas ligjit. Zyrtarët e akuzuar për dëmtim të buxhetit nisën të gjykohen në gjykatën e Gjilanit dhe aty nisi përpunimi i provave. Ky proces, që zgjati rreth 4 vite, pati një epilog të zakonshëm. Të gjithë të pafajshëm, pra askush në burg, të gjithë kanë punu mirë, asfalti është shtru sipas procedurave dhe buxheti nuk është keqpërdorur. Kur e lexon akt gjykimin, gjithçka duket në rregull me letra dhe me procedurë,